Donald Trump po I bën presion Volodymyr Zelenski të pranojë një sër kushtesh të reja nëse presidenti I Ukrainës dëshiron të japë fund konfliktit të përgjithshëm dhe të zgjatur në Rusinë, ndërkohë që pranon se vendi mund të mos I mbijetojë luftës. Kushtet e reja do të kombinohen me një marrëveshje të propozuar minerale që nuk u firmos pas përplasjeve publike në zyrën ovale mes Trumpit, Zelenskit dhe zëvendës presidentit Vance. Trump tani I ka shtuar paraprakisht kërkesat e tij fillestare, pretendojnë burime të brendshme, duke kërkuar që Zelenski të thërrasë zgjedhjet dhe potencialisht tërhiqe si lider në mënyrë që të sigurojë ndihmën ushtarake dhe aksesin e inteligjencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump po pret gjithashtu që Zelenski të jetë I hapur për të lëshuar territor e Rusisë për hir të arritjes së një marrëveshje paqe, raporton NBC. Ne duam të bëjmë gjithçka që mundemi për të detyruar Ukrainën të jetë serioze për të bërë diçka, uza Trump gazetarëve të dielën, me herës gjatë ditës se ai u pyet për të ardhmen e Ukrainës dhe pranoi në mënyrë sensacionale. Po ajo mund të mos mbijetojë gjithsesi. Lëshimet e kërkuara shënojnë një ndryshim monumental nga kërkesa e tij fillestare, e cila ishte që Ukraina të jepte Shteteve të Bashkuara të Amerikës një pjesë në burimet minerale, kritike në këmbim të ndihmës ushtarake të dhënë në luftën kundër pushtimit rus. Kjo vjen ndërsa zyrtarët nga Ukraina dhe SBA takojnë Arabinë Saudite këtë javë për të vazhduar bisedimet e paqes.